Nuk është thjesht një ndeshje siç ishte fundit me Letoninë që duhej fituar, e fituam, kurse sot kërkon pak disa element shumë më tepër që kushdo skuadër tishte sot, përjashto Anglinë që fitoi 5-0, që askush nuk e priste, por çdo skuadër do ta kishte të vështirë kundër Serbisë. Çdo skuadër, askush nuk do donte se janë skuadër jo e bukur, jo e fortë, por e vështirë për futbollin që kanë dhe për futbollistët që kanë. Isha shumë kurioz dhe vetëm kur u informova që arbitri është rumun. Kovac, Istvan Kovac, 41 vjeç, dy janë arbitrët më të mirë në Europë aktualisht, pra është Marciniak, polaku, dhe Kovac. Kovac drejtori dhe finalen e Europë. Paris Saint-Germain, Inter, pra është një ndër arbitrat më në elit. Unë kam patur një rastin dhe më ka dhuruar dhe një fanell tin që e kam. Dhe mendoja që do të ishte një arbitri sot do të ishte perëndimor. Mendova një gjerman, mendova një francez, për të shmangur arbitrat Ballkanës një farë mënyrë. Italiani ishte këtu në ndeshjen me Serbinë dhe që UEFA FIFA kanë zgjedhur këtë arbitër. Është një arbitër që jep garancinë maksimale, është shumë korrekt, shumë serioz, është në vazhdim arbitrave të njohur rumun, është jo tolerant dhe është në kuptimin figurativ i frikshëm për lojtarët. Pra askush nuk do që dhe vendimet e tij nuk diskutohen, nuk komentohen, është arbitër që FIFA dhe UEFA e përdorin e aktivizojnë në ndeshjet më të rëndësishme të tyre që kanë koeficient lartë. Edhe nga fakti se Europa sot nuk është që ka arbitrat niveleve shumë të larta. Mendoni janë dy lindor, polak edhe rumun. Nuk e prisja të ishte Ballkanës sepse thash FIFA UEFA mund të shmangnin pra një Ballkanas, pra një trekëndësh, por gjykoj që kanë bërë mirë. Më mirë të zgjidhin punët në Ballkan. E kemi treguar se si zgjidhin punët. Por unë kam garanci dhe ajo që është interesante se për në VAR janë dy arbitra gjerman, nuk janë rumun. Kështu që është një gjetje absolutisht maksimale që mund të marrë kjo ndeshje. Edhe Kosova do ta përjetojë ashtu si ne. Ashtu si ne do ta përjetojnë dhe ato, sepse ato luajtën dje, pra në farë mënyrë e kanë mbyllur atë për këtë deri për kësaj fundjavë. Dhe do ta përjetojnë dhe ato këtë takim. Ato e përjetojnë shumë më tepër se ne, sepse e kemi thënë kanë një ndjesi tjetër, ndjeshmëri tjetër për shumë arsye. Edhe ky do të ishte një motiv që u duhet fitoria sot. Nuk do të kishte asnjë vlerë. Suel, unë kam në mjetën time pra më kam mundur të asistoj në takime të zakonisht rëndësishme, duke filluar nga 65 me Irlandën e Gjermaninë me Ajaxin e famshëm që erdhën para 2 ditëve, pra 2 futbollistët Kroll me Han këtu. Me radhë, por gjykoj që ka ardhur Greqia, kampioni i Europës. Unë them që kjo është ndeshja nga më të rëndësishmet me vlerë të madhe në të gjitha drejtimet. Do vazhdojmë në ëndrrën për biletën për Kupën e Botës apo jo? E para të fitojmë. E para të fitojmë sot atje. Pastaj do të diskutojmë, do gjykojmë për tjerat. Sot ka rëndësi fitoria, pastaj na jep apo jo, step by step të shikojmë sepse sot duhet fitoria në mënyrë absolute për ne, për Kosovën, për historinë, për gjithçka. Pastaj edhe për të shkuar në botror, pra sa hapet një lloj alternative maksimale, edhe pse mundet të konkurrojnë për vendin e dytë në grup, do të jetë gjykoj me logjik. Me logjik, e kupton? Sepse entuziazmin mund ta shprehësh, por kur s'ka logjik, kështu që entuziazmi le të mbetet, shpresa le të mbetet, por i referohemi skuadrave që janë, sepse ajo është kryesorja. Skuadrat, përbërja skuadrave që janë fush, nuk është Shqipëri, Letuani që ne jemi superior dhe kërkohet patjetër fitoria. Përballë ke një skuadër të vështirë me lojtarë të njohur, lojtarë që kanë eksperiencë, luajnë në kampionatet më të mira të Europës. Arbitrimi të jetë i mirë, mundësisht të kemi një penallti në minutat e fundit kur rezultati të jetë mbarazim dhe do të doja prap Aslani ta gjunte, ta godiste. Ajo penallti e humbur nga Manaj, ajo do na jepte sot do të ishim absolutisht në raporte krejt favorshme për ne. Do flisim ndryshe apo jo.